Kombëtarja e meshkujve në basketbol vjon përgatitjet në kuadër të parakualifikuesve të Eurobasket 2029, ku në program është përballja zyrtare ndaj Slovakisë. Në funksion të kësaj sfide, kuqezin zhvilluan një ndeshje miqësore ndaj skuadrës së Deqiq, duke arritur të dalin fitues dhe duke marrë sinjale pozitive për gjendjen e ekipit. Pas takimit foli trajneri kombëtarës spanjoll Ricardo González, i cili u shpreh i kënaqur me angazhimin dhe ritmin e lojtarëve, duke theksuar se miqësoria shërbeu për të testuar skemat dhe për të rritur kohëzimin e grupit në prag të ndeshjeve zyrtare. First of all, we are super happy. Jam shumë i lumtur për këtë ndeshje. Ishte një ndeshje miqësore me Deqiqin, por me Slovakin duhet përgatitemi akoma më mirë, pasi janë një ekip shumë i mirë. Kemi shumë për të përgatitur, akoma edhe më tepër. Duhet të bëjmë shumë në mbrojtje dhe në sulm. Jam shumë i lumtur që kam marrë drejtimin e kombëtarës së Shqipërisë. E mirë, prita shumë këtë ftesë nga Federata Shqiptare e Basketbollit. Kemi shumë basketbollistë të mirë dhe mendoj se ardhmja është premtuese. Nuk mund ta ndryshoj skuadrën në 3 ditë, por në të ardhmen mendoj se do kemi diçka konkrete. Megjithatë, me Slovakinë do të bëjmë të mirën. Nga ana tjetër, trajneri i Deqiqit Simoni Veza i vlerësoi organizimin e ndeshjes dhe nivelin e treguar në parket, duke cilësuar këtë përballje një eksperiencë të vlefshme për skuadrën e tij. Një ndeshje e cila i shërbej më shumë ekipit kombëtar për përgatitje për ndeshjen me Slovakinë, një ndeshje që tregoi momente të mira, kështu që ne si ekip që vjen nga trevat shqiptare tregojmë gjithmonë mirënjohje dhe falënderim nga ekipi kombëtar dhe nga Federata Shqiptare e Basketbollit për ftesat për ndeshje të tilla. Stafi teknik i kombëtarës së Shqipërisë synon që përmes këtyre testeve të arrijë formën optimale për sfidat parakualifikuese, ku objektivi mbetet paraqitja sa më konkurruese dhe ndërtimi një grupi solid për ciklin e ri ndërkombëtar.